Mysafirët një nga një i kemi sot në studio e tani kam kënaqësinë që i kam disa nga ata që kemi më së shumti punë çdo ditë në radio televizionin 21. Kuptohet që pa asnjërin nga ata nuk bën sepse thjesht ata arrin me na bot bukur, arrin me na disponu, arrin që çdo ditë, në çdo sekond jenë gatshëm për sakrifiku ndoshta ka njerë mi u dhidh midisit u i majtë kamerat, e ka njerë me u bo nervëz me neve me gabimet kur i bojmë, kështu që pa ta ne nuk mëjmë me funksionu definitivisht, e sot kam knacin që në ftohtë nxehtë në këtë edicion special të 27 vjetorit të radio televizionit 21, kam shefin e kamermanve, kështu i themun, Ilir Goranin, Ilir mirë se erdhe, knaci, dhe dy nga stafi i kamermanve, kushtrimin, mirë se erdhe Janisa, kështu një ka një si emision debati, po më dokët. Edhe Berat, mirë se erdhet. Mirë se gjatë. Realisht, po më dokët pak e qudishme, se ka ju mësume i pa gjithë mëra, fata që po i shok kështu. Ilir Janisi me ty, sa vite u bën pjesë e radio televizionit 21? Një shtator 99. Një shtator 99. Isha shumë i vogël kur erë drejtoresha. Okej. Dhe tha do bosh ta pjesë e RTV-n Televisionit, ose pjesë e shtëpisë tonë. Edhe për asaj dite, do më thonë vazhdojmë me qenë çdo ditë me ne. Okej, po e vazhdoj të njëjtën pyetje edhe me kushtrimin edhe me Beratin. Sa vite i bënët, a keni menu që keni me të ka gjatë edhe a i dashuru qatë shumë në kamera? Unë në shtator, vitit 2000, kam fillu punën, 21, edhe që kam dru, në jam këtu. Që të dy që në majri ju këtu. Edhe, po, jam i dashurum këtë punë. Berat? Në 2008, në prill, këm fillu, edhe është një profesion pak magjika, përdem të merë të bëm për veti, të bëm me desht, edhe unë, kur këm fillu, që shme thonë, nashta kameras, telefonit s'kum pas, dhe thonë 0-0, kështu me këtë profesion. Edhe kolegë ma të vjetër, i liri, kushtrimi, lulli, u konë agja dërvesh, agja fatën, nuk e arrej, ata ma të vjetërit, që kanë qenë pjesë, ju në marrë me neve shumë. Edhe të gjithë, ja kemi hangër nervat ka pak, dhere sa edhe, qështu, kemi fillu rukëtimin, televizion. Sot një ndër më të mirë të sot Berati. Në vërtet. Nuk ka gazetar që nuk e... është fatu si ambi gjithë. Po, fatu si ambi krejtë. E la kamera. Nuk ka gazetar për shambull në mëngjes, ku i dojnë a punë që nuk ma kërkon. Nuk ka si të shprejna, jo teknik, po nuk ka kamerë të telefon që nuk të nërejshë. E vërtet. Okej, me qenë se ka vite që jeni, kushtimi Janisi kësa here me ty, ka vite që je do të duke punu në emisionet shumë ta, po më interesën momenti cili ka qenë do shta më i sikletshmi ose në i moment që keni pas të frikës, në i moment, jo pre aty në fani, po pre këty në momenteve frikë, ndjenjë, emocion. Frikë në është tanë në fillim, e di kur e më dalë herën, se fillimisht kena pas trajnime, në thonë s'kemi dalë kështu, kur e më dalë herën e parë në teren, me kamerë, e di që jëmë voqë qëllë krejtë. Edhe se disha asë ku jam, se disha që shko me shku, edhe që ka me dalë për asojna, që e jo kone para. Masanej, gjdo ka pas emision ose spektakli ose festivale që kemi marrë pjesë, kemi gjiru, jemë konë sfida, jemë konë se nuk e ke ditë qysh ka me dalë ose qa për të pret, jemë konë, jo frikë, po pak një farë stresi, qysh kemi me dalë. Ekipa jonë ka punu për gjithë live, në qatë kuptim po do më ta thonë atje. Adhen, se cili emision e ka atë, ka pak stres, sidomos kur jonë live emisionet, është pak po... Përgjëtësia ma e madhe. Me kohë, masanej, shkon të mësu, të e letu dorën. Po, si shkon bashkë fështirë. Berat, shefen pelon fond. Qëre këto janë për shambull, kur dënë më njës teren, e merë kontrolon këtë pajisjon e këshyrë, po ka momente, e dhez mikrofonin, harën me nalë, edhe kur shkon teren jetë 0-0. Tani që ato janë isin ato farë
sfidat e terenit, po gjinët njeri, me bën një farë provoje, e bën një farë zgjidhje, po ka sfidat e veta kjo gjithmonë. Cila është një momenti i frikës që ke përjetu? Ka qenë me Batir Cakullin, kur kanë qenë protestat e Mitrovicat të mdoja 2004. Po, u vrajt njoni para neve u vrajt. S'kina pos diferencë 1,2 metër. Pe aty të më ka hup tuta. Në veri ka qenë. Më thonë ndjenjë, po besoj që nuk e keni arrua dhe urej që kur ma njetë mësë me bëritu jove që jo pas një person, as një kolegë gjithë anë e mbanë. Ajo ka qenë si me thonë luftë. Se janë esën me gjupe i veriut, kënena populata, na ishim midis populatës. Në fakt, na kem njëra nena, pështum për atyt, erdhe me Batirin kënena, snajpera, e gjujti, 1 metër i na konë. Tani na marrë me të, shkum spitale, po kish ndru jetë. Po e këthejmë pak në momentet mira, me që nëse kemi fest. Të mira kena çdo ditë. Çdo ditë. Cili është emisionit që me zi prisni me realizu? Fatur se po bërtet me atë të kliku. Ju. Fatat. Ciao, bë. Edhe fatur se jo mos të harojna. Jo, Se që pese po ma po kështu me dorë. Folë. Tash me ndërhyrje, po në respekt. Cili është për emisioneve tash, seriozisht pyves? Në më që, ose kënaqeni pak ma shumë? Spori, kjo shtëpi nuk ka emision që të bëhet bajat. Po për që ata bre është, në më thonë, unë nuk e di këti, pse se ma një gotë afer me mush me mjallë se e folë? Jo, na një ani që... Jeni të mrekullueshëm krejt. Jeni të mrekullueshëm. Okej. Përgjigje. Folë bre i lera? Po këshire bre. Okej, që pe a ndrojmë pytje. Me cilën emision, për i tani pak ma shumë. Jo emision, po kohët e funit, kur përna bjerë me shkum që aty në kovend, si me nadra. Seriali me trajët gjatë, me dalë me shumë epizoda. I lirin këtu nuk po e pës, po e pës veç kushtrimin edhe beratin. Gjatë kohës të një emisioni live ose qoftë edhe me zgjerim. Cili prej gazetarve bën mas shumë dyzhurë, ose prezentuse? Që e ka. Ty bën zhurëm që. Snalë, shesh. E pëse unë? Po në ashtë edhe është formati emisionit. Ti bën asi, po me arsye. Po me arsye. Do me Se për gjithë, ki vonesa, di pse, se jena shok me ty. Nuk jena zyrtarisht. Që? Jo të gjithë e dojmë kamerën, po gjatë të në këtyne viteve, u ka shku me njëna erë me leon kamerën, mi dalë kamerës për para. Në të aspektin me fillu me një emision, ose të qka ti. Soj përket me e jo, e du këtë profesion, e bëj me zemër, u bëj në 26 vjetë, 7 vjetë këtu, pas kur si kësha ndru. Se kësha ndru. Ja. Unë për këto 25 vjetë, që punoj brapa kamerës, në ashtë të njëtë, është kjo hera 2 ose 3, nuk e di që më dalë para kamerës, edhe që kësha ndru kur me dalë para kamerës, me leon ato, ato rësen kur heq. Siklet, a? Siklet. Këtu e një matëfur se na. Përgjëtësia shumë e madhe me dalë para kamerës, jo që pe minimizaj mas kamerës. Po, për shambull, me dalë para kamerës dohësh me pas artë për me full, me ditë me full, mas kamerë është artë tjetër. Dohet me ditë me bo artë tjetër. Se të rasturën me mu me prezentu që dile që të mu knaqë. Shko ka i mirë me që mas kamerës, ke. Edhe për para. Unë me ne që ma mirë zëtrej mas kamerës. Gjithë mysafirve sot ja ku më bo një pytje, kështu që këtë pytje po ja bëj edhe juve. Qka është 21 Shqip për ju? Qka është radio televizioni 21 për ju? është një thënje shpia e dytë. Unë e s'pe thom ato, unë e thom shpia e parë. Se ma shumë ri këtu se në shpitem. Kushtrim? Njëjtë kisha me thonë edhe është familja e dytë e jamja. Se që 25 vjetë, është e vërtej që nështë ma shumë rrim në televizion se sa në shpiton. Unë kisha me thonë që është një farloj barazimi, dyqyshë plot vi për shpis, po dhe plot këthena për
punës në shtëpi. Nuk ju kom pyet momentet, ndoshta që nuk keni mi harru kurrë si ma të bukura që i keni bërë. Edhe për fund, normal, nga një urim, për gjithë kolegët, familjen tonë, për atë kështu. Soj përket meje, pej një shtatorit 99 deri sot e dile, s'kom asë një përshtypje të keqe. Adi me thonë diçka, po për të mira për çdo ditë. Për çdo ditë. Sa orë të vije, kom ka një surprizë. Ekstra, do më thonë. Të ju falemderu juve, se bashkëpunimi jo me juve. Na pa juve s'kena gjallë, unë e kom thonë gjithë dhe vazhdoj me thonë. Edhe mira është energjia dhe është shumë e çuditshme që instinktivisht jemi bën një familje, ndoshta pa vedi ose me vedi jemi bën një familje e pandashme. Po të ndërhyj pak, kur thojna një familje, se kuptojnë ta thojnë hajtë pethojnë bukfalisht, jo nuk pethojnë a bukfalisht. A di pse thom një familje, se na për shembull kur dalim teren, shkojmë diku, është shofer vozici, është gazetari dhe është kamermani. Kur tulesh me hongër buk me dikën, me një sofër, me të vërtetë një familje. Shumë e vërtet. Kështu, pika mbi i. Kushtet, më në moment bukur diçka që e mbanë me... Momente ka plot, për këtyne 25 vjetë, po për mu, momenti maj mirë u konë shpallja e pavarësisë Kosovës, dita e shpalljes pavarësisë Kosovës, kur edhe u konë një fargëzimi, ajo është një herë njetë për jetë njerës. Atë ju keni që ajo konë për mu diçka, po, edhe pse u konë kohë në shta eftofte, ka pas disa probleme, kështu, po, ajo konë moment që asë nuk mund është me arru, asë për sëritit, asë më thonë është që ajo konë për mu. Okej. Këto momentet historike janë pandashme. Po edhe për në momentet maj mirë, ndoshta, kur unë konë, si unë konë 18 vjetë, sa i pa ta mbush në shkrimi kontratës të më të parë. Për shumë, u konë diçka, adin sfit në veti, diçka që e kësha da. Pa i përfshi këto pjesë që... Këto momentet tjera, se çdo ditë ta dhe gjithë. Amo, me të vërtet, është diçka shumë më rëndësi. Në shkrimi kontratës, pagesat. Unë jem shumë e fatë që në ftoftë të nëzërë t'ju pata musafer. Jem edhe 3 herë më me fatë që takohem çdo ditë me njerëz mirë dhe pozitiv. Që faleminderit që ishit në këtë 27 vjetor, bashkë me miqt e ftoftë të nëzërë, Radio Televizionit 21, mundum sa do pak ato të mirat, nuk ju këm ngacmu shumë. Arsyeja pse si këm ngacmu, se në bëmë ngacmu, veç më del ze. Faleminderit shumë. Edhe Fatozi me zi po përret po më dokët. Jo, mirë Fatoz, nuk për ngu si shefin marë. Okej, Ilir, kushtrim? Benova që po kryet ma shpejt, po shkëj. Pa gata? Po zgat ka këtu kur pull. Hajtë se i lumi në mondash do që ju shkurton. Faleminderit edhe njerë. Edhe na falun po flasë në emrin tem, që shpesh herja unë nëzim jetën me kërkesa të pafundme që i kemi. Fol me hi. Faleminderit. Fol me hi. Hajde më në bëni gëzuar halin pa aktorët se fillinin nga kanë bru me nga mëllësu, edhe derisa krenarit janis me një kanga atje, na veç pa më gëzuarmi. Faleminderit qop. Faleminderit.